Ky që shikojmë është fluksi elektromagnetik, spektri elektromagnetik. Pse nxorën të tani? Të kuptojmë se si perceptojmë në realitetin që e quajmë objektiv. Dhe a ekziston ky realitet? Po, mund të afrosh dhe pak, që të shikojnë një, se në hikën ajo, se i them unë dhe. Ajo pjesa me kunje të si konike, ku është visible light, ajo është pjesa që shikojmë ne, është midis 400 nanometer dhe 700 nanometer. Gjithë pjesa tjetër, kemi rezet gamma, sipër, pësaj vijnë rezet X, rezet ultraviolet, që nuk i shohim fare, është kjo pjesa e ngushtë ku shohim ne të fluksi elektromagnetik, pastaj kemi infrat kuqe të shkurtra dhe të gjatat, kemi valet mikro, më poshtë, pastaj valet radio, të cilat as bëhet fjalë që të shikojmë. Vetë spektri elektromagnetik është 5/1000% i universit, që do të thotë që nëse universin e ndajmë në 1000 copa, fluksi elektromagnetik është vetëm 5 njësi. Po thuj se i pa përfilësëm. Ndërkohë ne te fluksi shohim një pjesë kaq të vogël, sa është që sharakët të themi që ne, ky është realitet objektiv, ne i shohim gjithçka dhe ç'a ndodh? Sikur të fikim dritë tani në studion ne. Do të më shohësh më mua ti? Kompjuterin, të shishet e ujtë, nuk do shohim më. Pyetja është, ku shkoi realiteti? Pra që ta shohim këtë realitet, ne duam një fluks drite. Por, kjo që shohim është kaq e vogël sa jemi pothuajse të verbër. Jemi pothuajse të shurtët, se kjo është në të gjithë 5 shqisat tona. Shqisa që ne pretendojmë të shohim realitetin. Atëre, lind pyetja, mund të ketë një realitet paralel me tonin? Një dimension tjetër? Dhe po që se ka, a ka qenë inteligentet ai dimension tjetër, paralel me tonin, i cili logjikisht është pak më lartë se toni? Dhe në qoftë se ka, këto qenie që janë më lartë se ne, natyrisht, ne na shikojnë, ne nuk jemi në gjendje të shikojmë, sepse ne pothuajse, prandaj përmend aspekt, nuk shohim gjë fare. Jemi të verbër totalisht. Dhe mos pretendojmë kohë të bëjmë inteligentin,